shkëlqen, plot e art, goje mjalt. Ty e sin ku i gjen, kur të shohin se shkëlqen. Ku është ai burim, cilin u jepin, cili është driti që ushqeu shpirtin tim. Le të pyesin, se pyetja s'bestis, haptas do të përgjigjem, unë jam robi dashurisë. Bukuria, vjen nga dashuria, është ëmbël, robëria, por vroi dashuria. Zemër t'mirë, jetë e lirë, ty e sin kush dhuron, kur t'shohin se rrezaton. Zemër t'mirë, jetë e lirë, ty e sin kush dhuron, kur t'shohin se rrezaton. Ku është ai burim, cilin u jepin, cili është driti që ushqeu shpirtin tim. Le të pyesin, se pyetja s'bestis, haptas do të përgjigjem, unë jam robi dashurisë. Bukuria, vjen nga dashuria, është ëmbël, robëria, por vroi dashuria. Zonja dhe zotri më sa të zëmëruar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në show spektaklin tonë dhe t'ju anje në odon, mirëmbrëma Nai, mirëmbrëma Lona. Mirëmbrëma të gjithëve, absolutisht, vazhdim të bukura. Por obroi dashuria, kur robron dashuria si diçka më fuqishme në univers, diçka e jashtëzakonshme. Para dashurisë na ndodh, veç neve mashkujve nga një herë bijem dy gujt se çdo gjë është sa më e fuqishme se vetë dashuria. Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma Kosovë, mirëmbrëma Shqiptar, kudo që të jeni, nga do që të jeni. Ja ku jemi bashkë, jemi këtu në shesin e fjallës të mire, këngës së bukur, këtu në Odeon. Pak në këto ditë më të fresta, po në realitet ne e mbajmë ngrohtësinë, e mbajmë në zemër, e mbajmë edhe në skenografi, në prapavi, e mbajmë edhe bashkë me spektatorin, me telespektatorin, me të gjithë ata që na ndjeku në të katër anët të botës përmes valve të radio televizionit 21. Jemi në këto ditë kur po zhvillohet fushate madhe për zgjedhjet lokale, ka premtime gjithandej. E bukura është se unë dua ta quaj dhe kështu duhet jetë gjithmonë, se kështu e bëjnë edhe të gjithë popujt e përparuar e të progreduar perëndimor, kur ka zgjedhje, ka fest, sepse në këtë fest i zgjedhim mundësisht njerëzit tanë më të mirë. Kështu edhe duhet pretendojmë. Gjatë përzgjedhjes së njerëzve më të mirë duhet jemi pak ma open-minded, duhet jemi me zemër edhe më të hapur, më të ngrohtë, që ta propozojmë vërtet ato që e meriton.
ta votojmë ata që e meriton, të kënaqemi me suksesin e të gjithë neve. Miri e këtyre ditëve u zhvillu një kongres i kirurgëve, i pari me radhë, po për 5 vite ky kolegj funksionon në Kosovë, më në krye me profesor doktor Ifat Latifi, po e bukura ishte se në këtë kongres defiluan emra nga më të njohur të kirurgjisë. Pastaj e bukura ishte se shifje e takoje kirurg me nam, shqiptar nga të 4 anë të botës. Edo, kur e ki këtë brigadë të këtyre kirurgëve e shumë brigadat të tjera, është mrekulli. Do më thonë, ky këmbë do të mësohet të hecë me këmbët e veta, por që të jemi shumë më të sinqert, shumë ka armiqësi, ka urrejtje, nuk e kuptoj, duhet kuptuar vetëm një gjë. Nëse ti ke urrejtje brenda vetes tënde, ajo do të manifestohet vetëm të këty, asnjëherë nuk do të vijë tek unë. Problemi është se jo më kot njerëzit kanë thonë, meno keq, ki me gjetë keq. Meno mrapsht, ki me gjetë mrapsht. Meno negativ, veç negativiteti ka me të rrethu. Do të mësohemi e të kënaqemi me sukseset e njerëzve tonë që i kemi ashtu shumë. Edhe këto suksese do t'i vëmë me jetë. E do të kemi një bukur sonde, do të kemi mysafir të veçantë, do të kemi mysafir pretendent për asamblejist, të cilë do të na thonë gjëra të bukura, do të na japin sigurisht edhe premtimet e tjera, por programi ynë artistik, humori, kënga, do të jenë sigurisht dominanca e këtij spektakli. Andaj, le t'i falenderojmë nga zemra gjithmonë ata që kanë bërë këtë skenografi të bukur, gjithë ata armat që realizojnë spektaklin tuaj, edhe ata që na veshin. Që sa jam të prit që shto me mene që Unë të këmë po gjithë më. Unë ty të shah edhe kur nuk të shah. Edhe kur nuk të shah, edhe kur sa më të. Përveçën ti në është për kujdes zonja Diana e Suarekës, të cilën e gjeni në rrjetet sociale, Diana Fashion, edhe mundeni me kontaktu sepse bën shumë fustana dhe kreacionet të bukura, fantastike, të nivelit botëror. Hajde Lorë, që edhe ti pak ta falenderojmë ato që ta ka bërë këtë fustan të bukur. Lora, se ka mikrofonin, po do të flason për Lorën. Po, nëse ty të ka bërë zotit bukur, tash u kujdes edhe ajo fustan të bukur. Është kujdes me Lisa Zeqiri, këtu në Prishtinë të rruga Muharrem Feza e gjeni edhe në Prishtinë, domethënë, edhe në rrjetet sociale. E mbani duar të qikë, sepse po vinë ato. Ato që nga sjellin gaz, për çdo javë, në zemrat e në shtëpi tona, Davahyr dhe Kulja. Mirëmbrëma. Syni keq mës ju pof, sa merë mësysh, qaqju. Na em qëshje na em. Qëshje na oj? Hamë që të zemra, që në knaj shtut në me bota mëni na mjetë të qysë. Ty be... Zemrat herë po janë, po nështë. Qa me bo? Po për neve në rotë e themrat, që ka thonë zemrat. Po dy zemrat tona të vësasen shkrim punën e erë. Po ta si. Krejtve. Oj, hyra Allahile qëshje? Ty besi e mërkurja, as kënej, as anej. E ti? Pa gjidja. Pe thom këti temet. Bura. Qysh bradin që sa kuh ka kalu s'ma ke thonë një fjallë romantike. Kuraj, shpirti jam, ti ma nëzin zamrën gjithmon është përreti jam. Ta shaflim për duk na unë e tyja? Qëra i jo ti shumë njëri, kjo jam i tha oj gru, tha që të dit ta je bo si temperaturat e ojret. Shë, a di unë kështu me krenarit, thonë. E nëzit jo ma, a e nëzita? Jo, tha je bëhet pa durushme. Që ku po të livrit, disa? A po livrita? Mirë që po livrit? Qyre, a di që s'ka? Ma si ka qa me livrit? Bile mikrofoni. Që shtu ka i hartu e prek? A di që s'ka ma mirë se me prek edhe me të livrit? Jo, po të mikrofonin për prek, oj mote. Po. Edhe?
Ka thonë që je padurushme. Po dhe më tha e padurushme. Mirë të ka thonë. Po, pse? Se na burat janë ma durushëm se na gratë. Nime? A e ki pa, kur të ullmi na, s'mujna me nejtë, që mi me njerë me bo diqka, s'na ren. Po, qashtu. Ata ullën e rinë shtet, e të mirët me ditë mujnë qashtu me duru. Ama unë jëmë që ajo femna, që ajo gruja, mas cilës, punëtort e ndërtimit u tranëshin mas me e bre. Për i me a? Bësar që ka lejsha do ishin mu tranu me 1 milion. Shi. Deri sa në fund vendosa më s'mja u dridhë shkaft. Ja, mu ki jam i pëmbën shumë nervës. Pse? Shumë bere? Për dit, qaj kom, qaj kom, qaj kom, qaj kom, qaj kom, qaj kom. Je i thash, jetë më shku nerva. Pa më falë zë të rëte për shpia duhet tha mu fshi. Unë grafë, bravo të kërë, bravo. Përre, bravo të kërë. Ngëm, edhe unë e kom vendos mi bo punë të shpis. Ama të bura vjut grave. Edhe? Për gjithë ditën për i, për këqyri televizor dhe për lezaj gazet. A nja për mënësh? O, zotë sa shtirish. Se ma të shtirë kur nuk kom përjetu. Veç kom vendos, kur vendosi, u kry aty. Ama dhe një sen dhije, që dhej sa të vendosi unë për shambull, duhet me pas këgja mëth. Që ta mëth, Allah i këtë që ati që ka shpik shëllën e vetësis. Kujna mëthën, s'ja ka mot, a ketve ta ma një vjetë. Vala, e një me, jëmë të apliku për ansamblista, do një me më votu mëre. Po! Posh, zutin adhe me politik do në më marë. Po qka më nësh mëritimi u premtu njerëzve? Mëj me u premtu hamamin e hyrës. Qysh? Qashtu mirë, shkoj marë që të pare që duhen një epata, e maraj një hamam të vëgël. Edhe kush vjen me mua në koha me lyp diçka për me, veç a bëj shkan hamam temin që atje. Ja që ta mënës, ja pa. E qyre, komu munu në dhe një sen, komu munu me bo. Që shkum janë në përdugoja, ma mos me konë se kur shkum janë në muze. Qysh në muze? Po qashtu, hece, këqyre, mos prek kur gjo. Ha, ja, që ato së mënësh me bo. Veç një sen, po, një mënësh. Kur dalim, me lyp kafe 5-1. Dhe 5-1? Tomën, shëqer, pasurdin e Wi-Fi-s edhe adaptirin e telefonit. Ka munu? Veç, dije edhe një sen. Qka? Se kërejt dhe s'ju pëlqen se si e perfekt. Unë për thëmë, unë e bashkë që këtë gjykë se jam vetë. Ta? Nuk kemi nevoj të jemi perfekt që t'ju pëlqejmë të gjithve. Mjafton të jemi special për dike. Natën e mirë! Jemi kërë në spektaklin tua, jemi kërë në sheshin e fjales e mirë, e këngës e bukur. Në këtë sheshin e fjales e mirë, këtyre ditve ka nevoj për të gjithë fjalet më të bukura, jo premtimet më të mira. Ne duhet jemi autor dhe kreator të veprave të mëdha e të bukura, e jo vetëm të fjalëve të bukura. Në realitet, unë gjithmonë kam thënë dhe thamë, kur ka zgjedhje kemi fest. E në këtë fest vinë ata që vërtet kanë vlera kombëtare e njerëzore, e që pretendojnë që shpirtin e tyre, fizikun e tyre, personazhin e tyre, jetën e tyre t'ia dhurojnë asaj që jetën tonë do ta bëj më të mirë. Sado që kemi kritika, vrejtje, flasim, e bëjmë, në realitet e vërteta është se ata vazhdojnë më pas deshën që të jenë në ballë të punës. Sonte kemi fatin e mirë të rrallë që ta kemi një pretendente për ansambleiste në komunën e Prishtinës. Ajo është një juriste shumë e suksesshme, me një punë të gjatë e të suksesshme, e që pretendon që tërë
mundësit e saj intelektuale, njerëzore, po dhe fizike, t'ja dhuroj vendit të saj, komunës së saj. Ajo vjen më rën nga Gollaku, zonja zotëri, për ju, për ne, për të gjithë. Blerta Kadriu Halimi. Ajde, Blerta. E Blerta, mirë se erdhe. Mirë si u gjej. Si e Blerta? Mirë, faleminderit. Mirë është me qenë me rroje pra pashticës. Po, pa tjetër. Absolutisht, ha? Po, pa tjetër. Ndjesh krenare për këtë gjë? Po, pa tjetër, ndihem gjithmonë krenare prej nga kam origjinën më saktësisht pra pashticës. Se e lindun e rritur në realitet Prishtinë. Po. Prishtina like. Po, këtu më ka lindë edhe mami në Prishtinë. Të lutëm. Po këtë në këtë Prishtinë në një shkollë me shumë rëndësi, të ka dhënë mësim edhe babi, një profesor shumë i nderuar. Po. Unë spari na dua t'ju falenderoj për emisionin që keni. Më thonë, ky emision në shtëpi tona, në familje tona na dhuron shumë momente të këndshme, të bukura, të mira, e ju falenderoj edhe për ftesën sot që më keni bërë. Pra, babi im, si që cekat edhe ju, ka qenë një ndër profesorët i cili ka edukuar, mësuar 45 breza dhe jam krenare vajze kujt jam. 45 breza. Absolutisht, moj Blerta, këta njerëz, këto shtylla kombëtare që kanë vënë a bazat tona tamam të duhura në segmente të ndryshme, do të respektuar edhe me që ai nuk jeton më, do t'japim dorë tërkit edhe njerëz se nga skena, për këta që nuk jetojnë më, e që kanë bërë shumë, kemi vetëm duar tërkit. Si që do të mirë janë kështu? Në cëllën lagje e ke bëj jetën kështu? Unë banoj në lagjën Medrezja e dim ku është, aty jam lindur, pra unë kam lindur, jam rritë në Prishtinë, pra prejardhja ime babi vije nga, dhe gjithë familja me origjinë vim nga Prapashtica. Nga fshati më i bukur në botë. Më i bukur. Pjesa më e bukur e Kosovës së Gollaku, realisht me plot të drejtë. Dhe këtu unë jam juriste me profesion, magjistre shkencave juridike, kam përfunduar në Universitetin e Prishtinës. Përvoja ime punës është 10 vjeçare në përmbrojtjen dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore, kryesisht në pjesën ligjore dhe administrative. Jam edhe bashkëshortja e Fatonit, nën e 2 vajzave, vajzës së madhe 17 vjeçë dhe të voglës 4 vjeçë, Elies. Çka e ka flet Blerta? O, kja është. Në 19 vjeqe dukesh vetë, që me bona tani? Faleminderit. Cëllat ka qenë, farë ka qenë sfida me madhe në rrugtimin tëndë, kështu profesional më pas në... Po, sfida me madhe është shkenca, në shkencën dhe praktikën juridike është ndershmëria. Pastaj janë sfida tjetër, e cila janë përballë, është të bëj një balans dhe të jam paralele edhe në punën profesionale të cilën e kam dhe angazhimet familjare. Bukur e vështirë, por ja kam dalë, mendoj se ja kam dalë shkëlqyshëm. Dua të cek se unë studimet i kam filluar dhe përfunduar paralelisht duke krijuar familje. Pak sa e vështirë, por ja kam dalë. Nanë e mirë. E 2 vajzave, bashkëshorte e mirë e Fatonit, sepse e kam pas një pyetje më vonë, po na i thënë fillim, duhet t'i dur trukasim e t'i përqafojnë prej këtu. Është tregimi mirë të krijuarit të një familje të shëndosh, të ndershme, me synime ndershmërie, pozitiviteti në vazhdimsi. Dhe pak a shumë i tham në pikat shkurtra, sepse na sot jemi këtu, që Blerta me na thonë që atë se pse po synon të bëhet asambleiste e komunës së Prishtinës. Angazhimi publik edhe kandidimi juaj sigurisht ju ka shtyrë që të kandidoni, po dhe njëkohësisht të hyni në politikë. Po. Keni qenë më herët apo po i hyni tani? Të them të drejtën, unë jam aktiviste Lidhjes Demokratike të Kosovës, jam antare kryesisë së Degës së 4 në Prishtinë, Degës më të madhe në Kosovë,
dhe tani jam kandidate për asamblen komunale të kryeqytetit. Jam këtu sepse besoj dhe ja njoh vlerat lidhjes demokratike të Kosovës dhe besoj në këtë parti, do të thënë besoj në politikën e lidhjes demokratike të Kosovës. Për 4 vite me radhë jam angazhuar vazhdimisht që ta ndihmoj komitetin tim, qytetarët, banorët me kërkesa të cilat si aktiviste, të cilat i kam pasur së bashku me kryetarin përparim, kemi punuar bashkë, kemi bashkëpunuar dhe unë kam punuar pa ndalur asnjëherë për të ndihmuar komitetin dhe kjo lidhje, ky raport më ka lidhur ngushtë, më ka lidhur ngushtë me njerëzit dhe prandaj edhe kom ndjej veten se mund t'i përfaqësoj tamam si asambleiste dhe dua t'i përfaqësoj dhe mendoj se do t'i ndihmoj shumë qytetit në zhvillimin për të mirën e përgjithshme të qytetit tonë. E si familje e fillut me LDK dhe veç me LDK se ndrrut me herën? Jo, asnjëherë, gjithmonë. Prej se majmen, gjithmonë partin e djathtë, partin Rugoviane të doktor presidentit historik Ibrahim Rugova. Në gjitha të kemi dhe në një pyetje akoma më herët në mënyrë që të kalojmë në pjesët çka ka më na bë Blerta në të ardhmen në këtë komunë, çka ka më na sjell, ku ka më godit më shumë e kështu. Sa ndikim ka pasur mbështetja e familjes në sukseset tuaja personale dhe profesionale? Po të them kështu të drejtën, familja është çelësi kryesor, suksesi kryesor. Aty e gjej dashnin, mbështetjen pafund. Bashkëshorti im është mbështetja më e madhe. Është njeri më i rëndësishëm që më ndihmon çdo hap. Pastaj 2 vajzat e mia janë frymëzimi im. Por idoli im ka qenë dhe do të jetë gjithmonë babi, që fatkeqësisht nuk jeton më. Ishte i lumtur babi kur ti ishe nxënëse e shkëlqyer, studente pa më pas? Po, ka qenë shumë i lumtur dhe sepse unë në një kohë pak stagnova me studime, pasi u martova, por prapë vazhdova dhe nuk e lash asnjëherë. Ishte i lumtur dhe krenar dhe gjithmonë më thoshte të kam sa 7 djem. E bukur kjo. Pasë jemi këtu me Fatonën, e vjen nga Opoja, pa këto gjëra se prindrit intereson për çdo gjë. Si e mori? Kjo me të thënë të drejtën në fillim nuk ishte i pajtimit, por ky ishte fati, u pajtua dhe... Tashi, përveç porosive të babit, ju vini në realitet prej një familje me traditë shumë të gjerë, ku segmentet caktuara kanë qenë shumë të suksesshme, edhe në botën arsimore, po dhe ekonomike, asaj ekonomisë familjare, që me qenë të pavarur, mos mi ashtri dorën Serbis asnjëherë. Kjo, sigurisht, kanë bë përshtypje edhe këto tregime, këto rrëfimet më hershme nga familja tek Blerta. Po. Ne siç njihemi në Gollaku, neve na karakterizon, dhe më thënë mikpritja dhe tradita. Ashtu e kem edhe familjen, dhe më thënë lidhja farefisnore, respekti për një tjetrën dhe ndershmëria gjithmonë kanë qenë frymëzimi dhe ajo çfarë jemi sot. Absolutisht. Ke shku shumë herën prapashtic? Po, babi gjithmonë na ka mësuar se duhet me dash vendin, duhet me dash njerëzit e tu. Prej nga vjen burimin tënd, origjinën tënde, duhet mi respektu e mi ndihmu njëri tjetrit sa të mundemi. Kështu që shkojmë, vizitojmë, sidomos vikendeve me familje bashk, jemi aty shumë shpesh. Tash ti Blerta ka driun Halimin. E kemi pretendente për ansambleiste, po në realitet e kemi autore që është një juriste e suksesshme, një magjister me një përvojë shumë të gjatë, sidomos në nivelin qendror, në Ministrinë e Kulturës, ku jeni. Tani, si e shihni rolin e një ansambleiste në jetën e qytetarëve të Prishtinës? Po, roli i asambleistës është mjaft i madh dhe mjaft i rëndësishëm. Kjo sepse, të them të drejtën, kuvendi i Kosovës është i madh, ndërsa kuvendi komunal i kryeqytetit është një kuvend i vogël dhe ka peshën dhe rëndësinë shumë të madhe nga se lidhet jeta sociale dhe ekonomike. Domethënë aty mirën vendime të mëdha, planet për buxhetin,
planet të tjera për zhvillimin, për projekte të mëdha dhe andaj edhe është roli shumë i madh i asamblejistit. Sigurisht në aspektin juridik kemi ndërhy, kemi fol, se si bëhet, se çfarë kërkohet, që të jemi të kujdesshëm, që të mos na ndalojnë, të mos i bëjnë. A është politika për ju një misioni përkohshëm, apo mendon ta mbash rrugën gjatë? Angazhimi im politik është në dobi të qytetarëve. Ajo çfarë dua dhe duhet të bëjmë është që unë të angazhohem aq sa mund të kontriboj dhe aq shko sa mu qytetarët më mbështesin. Aq do të jem në politikë. Do më thënë, gjithmonë në dobi të qytetarëve, të kryeqytetit. Ca po thu Blerta që nëse vjen të një karrike e mirë, lehe do të shkosh në momentin që si praktikë s'ka ndodhur shumë të ne kështu në përgjithësi në praktikën politike. Ecim në tutje për atë çka do të na sjell Blerta Kadriu Halimi në jetën lokale, komunale të Prishtinës, të kryeqytetit, që në realitet është një kuvend i vogël, po si punë janë gati barabar me qeverinë, se Prishtina është e madhe. 50%. 50% kontributi për Gollakun dhe Prishtinën. Çka konkretisht mendoni të sillni për Gollakun si region, po edhe për Prishtinën si komunë? Unë për Gollakun do të përpiqem që të shtyej projektet që kanë të bëjnë me zhvillimin e turizmit. Ndërsa për projektet nuk është që s'është punu në infrastrukturë, në gjitha fshatrat pothuajse janë punu, janë kriju rrugë, janë rregullu rrugë, po ka edhe dikun aty ku do të mbetet për plotësim. Ato dy të shtyej përpara, secila kërkesë e banorit do të mirë me të dhe do të mundohem që të shtyej përpara. Ky turizmi ka bazë edhe arkeologjike dhe historike, kështu në përgjithësi, po një lloj agroturizmi do të ishte shumë i suksesshëm, e mendon ashtu? E vërtet po, pasi pjesa Gollakut është pasuri natyrore dhe dohet të shfrytzuar. Absolutisht. Ka potencial. Rrugët janë bërë, le ta zhvillojmë tutje segmentet e tjera. Çka mendon, ku do të godasish më saktë? Se jeni jurist tash, do të kujdesesh vetëm për pjesën juridike apo do të kërkosh pista, forma dhe mundësi dhe segmente ku thjesht do t'i nxjerrish para kuvendit, para komunës, pastaj si parti fituese që pretendoni të jeni, edhe mund t'i jo vetëm lançoni, po edhe ti realizoni deri në fund. Pasi përvoja ime është në trashëgimin, domethënë në kulturë, dua në kulturë më saktësisht në trashëgimin kulturore për Prishtinën, pastaj edhe në cilësinë dhe ngritjen e arsimit, në cilësinë e arsimit, në fushën e arsimit dhe shërbimet për mirësinë sociale dhe atë nuk do t'i lë anash. Pastaj do të rri në kontakt me banorët, me qytetarët, ti di kërkesat e tyre dhe që ti delegoj në shërbimet publike për ti... Aty ku duhet. Aty ku duhet. Si juriste, ku mendon se mungon më shumë sundimi i ligjit në qeverisjen lokale? Në qeverisjen lokale mund të them me plot të drejtë se është legjislacioni është modern dhe është i përshtatshëm. A është model? Po, është i përshtatshëm, vetëm duhet të pa se ku duhet të zbatohet me saktësi. Kjo duhet të ketë të jepet më shumë rëndësi se ku duhet të zbatohet me saktësi. Krejt kjo varet, gjithë sukseset edhe puna prej buxhetit komunës. A mendon se buxheti i komunës përdoret drejt, se prioritetet janë të sakta, të menduara mirë, dhe apropo kësaj, a mendon që do të ndikosh në të progreduarit, hecjen përpara të këtyre gjërave? Na kryeqyteti jep, domethënë gjysmën e buxhetit Kosovës, gjysmën e taksave. Tu pas parasysh se projektet e mëdha të transformimit të kryeqytetit janë të mëdha dhe buxheti aktual është i pamjaftueshëm. Dhe ndihmë nga qeveria mungon, kemi pasur vazhdimisht për 4 vite, kështu që buxhet duhet të ja jepet rëndësi, duhet të ndihmohet më shumë, duhet edhe bashkëpunime ndërkombëtare, duhet të krijojmë edhe kredi të buta për qytetin me
Si që është kjo puna unazës, që po ngecë, a? po. Për shkak në nënshkrimi, me sa e di, a? E vërtet. Një... Kjo është. Përveç anës juridike, ku aty jeni, Po. njosja e formulave të zgjidhjes. Vërtet. A mendoni se do të bëni që të lini gjurmë edhe në botën e arsimit, të kulturës? Unë dua të lë gjurmë në arsim, po me zemër dua në kulturë, trashëgimin kulturore, pasi që është identiteti ynë, dhe dua të jepet më shumë rëndësi trashëgimisë kulturore, të njohëm këtë fushë çka duhet e çka nuk duhet në bashkarisht me legjislacionin. Pastaj edhe fuqizimin e grave kudo, duke filluar nga shtëpia, e shoqëria, e puna, e kudo në profesion, të fuqizohen gratë dhe të jepet mundësi edhe të rinjve. Këto janë gjurmë që dua t'i lë. A jeni shumë tani në kuadër si ansambleiste të arshme të mundshme në lidhjen demokratike? Në listën parti, tonë, në listën tuaj? Po, në listën tonë lidhjen demokratike të Kosovës jemi 56 kandidat. Gjithë secili jemi secili më i mirë se tjetri dhe jemi lista më e mirë. Janë edhe lista të tjera, po lidhja demokratike e Kosovës dallon me personazhet, me profilet që janë të shkëlqyshëm, të Sa gjithë. ke mujt me i pas, aty ju jeni, sa jeni të përbashkët, se jeni në lilisht, jeni edhe në thellë në Konkurrent. ndërdije dhe konkurent, po sa është më shkollë kjo lista juaj, me thonë në mënyrën më figurative? Unë me plot të drejtë thëmë se jemi lista më intelektuale, pasi kemi përvojën dhe profilet janë gjithë të mira. Por, se cili e ka pjesën e vetë, unë nuk ndjej konkurencë. Se cili e ka pjesën e vetë, mbështetësit e vetë dhe vetëm në duhet të punojmë. Me të thonë me pak fjalë, pse do duhej me të votu ty votus në komunën e Prishtinës? E pse jo nesër edhe në nivel qendror? Kjo pyetje ndoshta nuk mund të përgjigjem shumë, sepse bie që po e lavdoj vetën. Hajtë lavdoj vetën pak, ose më thuaj mua në thamë. Për vlerat që posedoj, për përvojën që kam, për gjitha. Dhe për gatishmërinë me i dhënë të gjitha. Po, e vërtet. Po. Në nivel të kësaj. Nuk kemi korruptu, jo? Jo, asnjëherë. Në asnjë mënyrë. Po, Jo. blerta që ashtu thojnë krejt. Unë e dua dhe mbaj me çdo kusht parimin e ndershmërisë. Se kështu kem su. Po, Se kështu duhet. po, kështu duhet. Po në krejt këtë jurisprudencën tonë, ky parim goxha është i goditur, i strapacuar, përdorin shpesh në Shqipëri. Kush e mban, ka parime, e mban dhe Çfarë mesazhi ke për të rinjtë të Prishtinës, si një fëmijë, një re dhe sot si një nën, e krejt e lindur, e zhvilluar, e realizuar në Prishtinë? për të rinjët jep mesazhin që të vazhdojnë, të shkollohen, të mirën me aktivitete, të mos ndalen asnjëherë dhe të besojnë në vendimarrje, të kyçen në aktivitetet edhe politike, sepse të rinjët janë energjia dhe bota është e tyre. Greta, familja jote e gjerë, unë e di që me bombët dështu koncerti, veç i thrasën familjen Kadriu, edhe një 400 bileta i shesim. E vërtet. Shpresojmë t'i kemi kështu edhe votat, se mirë është. Dhe besoj se në këtë drejtim këtyre ditëve ke punu shumë, ke lëviz gjithandej. Ke pa dhe më shumë, se çfarë ke pa më herët në... Dhe sonte kur për zhvillojmë të bisedë, në realitet ju keni takim në Gollak. Po, e kemi takimin në Keçekoll. Keçekolla afër fshatit prej nga vjen e kam origjinën e donë, pra Bashkicës, kështu që është nuk e lë pa shku. Çfarë ke ndërmend më u thon aty? Të besoni në përfaqësimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës në numrin 113 dhe në kandidatin ton për kryetar aktual tani dhe të ardhshëm për Parim Rama, gjithashtu dhe tekun si asambleiste për kuvendin komunal të kryeqytetit me numër 33. Numër 33.
23, Blerta Kadriu Halimi, një magjistër, një juriste, një femër e realizuar, një familje fantastike, një model i tregimit të realizimit të suksesshëm jetësor dhe veç si model i këtil, po ta kopjoni, do t'jeni të suksesshëm në jetë. Përparim Ramën, pse duhet me zgjedh nga kryetar të Prishtinës? Sepse është kryetari më i mirë, kandidati më i mirë. Më i miri. Karim Rama ka punon dhe bashkë do të shtyjojmë proceset, do të vazhdojmë të punojmë edhe më fuqishëm. Kush mendon që meriton falenderimin tënd për jetën tënde komplet deri më sot? Ka do të falenderoje, nuk do të thot veç një. Po. Falenderoje këtë të duash. Unë jam falenderuese çdo ditë, më së pari Zotit, krijuesit ton, pastaj familjes sime, mbështetjes sime kryesore, bashkëshortit tim dhe vajzave të mia që janë frymëzim. Çe kanë emrat? Erda dhe Elia. Erda. Unë do doja me që vëni mesazhi që në gjithë botën bëhet, në botën moderne bile bëhet në mënyrën më të sinqertë, kështu drejtohen. Të ndash e thëmë unë, ndash thua jeti. Unë mund t'ju thëmë vetëm, votojeni me çdo kusht, numërin 33, në listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Blerta Kadriun Halimin. Me kryetar thatë? Përparim Ramën, s'ka tjetër. Blerta ishte fantastike. Kam pas dëshirë gjithsesi që të flasim ne Gollaku. E di që nuk shquar shumë për pretendimet e shtyrjet me bryla, me dal në për televizore, po që kisha dëshirë në Odeon, në këtë sheshin e fjalës e mirë, e këngës së bukur, të na flasi një juriste e realizuar, e suksesshme, një nënë e mirë dhe e bukur sigurisht. Faleminderit. Me kishte syri ti në mua
të të shoh. Prap kur mendoj nuk më duhesh për asgjë. Më rilarg, lem të qet, mori fundo i shkret. As që s'dua, se kam vetëm një jetë. Tash u lodha dhe më s'dua të të shoh. Prap kur mendoj nuk më duhesh për asgjë. Më rilarg, lem të qet, mori fundo i shkret. As që s'dua, se kam vetëm një jetë. Jemi rikthyer në një moment tjetër të bukur të kësaj mbrëmje. Ashtu siç e kam thënë edhe për të tjerët edhe gjithmonë në momentet e tilla kur kemi zgjedhje, për mua dhe unë besoj për numrin më të madh të banorëve të këtij vendi, të këtij atë është fest, sepse zgjedhim njerëzit më të mirë që të na përfaqësojnë dhe që të progredojnë, të përparojnë jetën tonë në përgjithësi. Një i tillë do të vinë vazhdim me pretendimin që të bëhet asamblejist i arshëm në Asamblenë e Komunës së Prishtinës nga Partia Demokratike e Kosovës, zonja zotëri për ju, për ne, për të gjithë, zotëri Arsim Sfishta. Hajde Arsim. Si Arsim. E Arsim, mirë se erdhe. Mirë se gjetën. Zakonisht jem mësu me ardhë mysafir këtu si drejtori ansamblit Bajram Curri, dhe zakonisht kur kemi pas sidomos momentet bukura nga ato sukseset tuaja të shumta, jo vetëm në Kosovë, në Shqipëri, po edhe më gjerë. Mirë se erdhe edhe një herë. Mirë se gjetën. A keni një sukses tjetër të rinj nga Bajram Curri, të cilit ti duar trokasim? Po Bajram Curri gjithmonë është me suksese. Nuk ndalet ansambli Bajram Curri. Qysh e din edhe te... Herën e fundit keni qenë në Turqi me sa e di, ja? Po, kemi qenë në Turqi, kemi kalu shumë mirë, konë festival ndërkombëtar, kena pas paraqitje shumë mirë. E bukura është se ajo vjen krejt si rezultat i juve, i Nureddin Ibishit, Lekës, i Eminit, edhe aktivistëve të tjerë, të cilët kogja me shumë djerse, me gjyksin tuaj, me mundësi tuaja, bani atë është bukur që shoqënia jonë, ansambli ynë, me krejt koloritin e vetë, edhe të këngëve dhe të vallëve dhe të paraqitjes edhe të veshjeve dhe krejt, të na prezentoj suksesshëm gjithandej. Dhe kjo ka qenë një lloj segmenti i tregimit të menaxhimit të suksesshëm nga una juaj. Po sonte jemi me një sebeb tjetër. Çka kemi nga kodra trimave? Po nga kodra trimave si gjithë është një lagje... Si gjithë në kohë fushate të gjithë. Është një lagje shumë e pasur me njerëz të mirë, që e dinte edhe prej kohës para lufte, kodra trimave ka dhënë shumë. Po një lagje harruar... Ka marrë pa. Ka dhënë shumë, po ka marrë pa. Edhe realisht nuk ka marrë hiç. Akoma asgjë. Ju jeni si vërtet aktivist, unë ju prezentova që në fillim atë për të cilin jeni edhe shumë vite, po aktiviste i çështjes kombëtare, ke qenë pjesëtar i UÇK-s, biznesmen i suksesshëm që sa vite me një biznes që i ka dhënë shtetit, absolutisht i ka dhënë vendit, me taksat, me punëtorët, me të gjitha. Tash po do me fillu një rrugtim tjetër, që është rrugtim politik. A ishe në politik edhe më heret, apo synon tash me fillu më bujshëm rrugtimin tënë politik? Po para 4 vite, jem kanë kandidat për asambleje, po nuk mujta me arrit numrin e mjaftueshëm për me kalu, kështu që thashtë e provoj edhe herën tjetër, që shpresoj tash jem ma i përgatitur edhe shpresoj që të doja dalë. Tash po hyn për si kandidat për Asamblenë Komunale në Prishtinë, nga radhët nga lista e PDK-s. Vërtet, çfarë ju shtyp ta merrni këtë hap? Apo ta përsërisni këtë hap? Po pikëspore, Partia Demokratike në Komunën e Prishtinës e ka një kandidat që ka vlera njerëzore edhe është një njeri që ka dhënë shumë për sidomos në fushën e mjekësisë, kur ka qenë ministri shëndetësisë,
E ka tregu veten edhe unë jam shumë i lumtur që jam pjesë e ekipit të Orhan Ismailit. E falenderoj shumë që më ka përzgjedh për së dyti me qenë kandidat për asamblejën komunale, që jam nga pjesa e Kodrës Trimov, që thamë edhe më herët, të një lagje më të varfër në komunën e Prishtinës. Po, absolutisht. Vazhdon me majt atë primat, për fat keq. Po atëherë, cilat janë prioritetet kryesore që do t'i përfaqësonin kuvendin komunal nëse fitoni besimin e qytetarëve? Po, pikës pari, unë se kandidat për asamblej komunale, e kuptoj çka do të thotë të jesh në asamblej komunale. E kuptoj që ato nuk shkon njeri veç mu në atulse edhe me shiqu, po je do më thonë një përfaqësues i lagjës, e cili shumë ka vlerë të madhe nëse je punëtor dhe punon për ta. Kështu që unë mendoj që nëse arri me qenë asamblejist, ka me konë zëri i lagjës, i qytetarëve të gjithë Prishtinës, për në gjitha fushat që i përket një asamblejisti, besoj që do të azotëroj atulse dhe do të përgjigjem qytetarëve. A do të ofroni edhe projekte, me piknisje vetanake, apo do të jesh pjesë veç e projekteve që i ban partia, në rast nëse pretendoni që t'jeni partia fituese? Jo, realisht unë mendoj që duhet të jetë, se cili asamblejist, duhet të jetë një asamblejist që ka vizion dhe synon që gjithmonë të bëj projekte në interes qytetarit, se është shumë e vlefshme. Tashme që vjen për një lagje vërtet karakteristike, Kodra e Trimave, gjithçka në vitet më të vështira të robërisë ka ndodhur në Kodrën e Trimave. Edhe dajakun, edhe gazin lotësjellës, edhe dhunën i ka përjetu Kodra e Trimave, po asnjëherë nuk është dorëzu, sot ka përfundu, ka vazhdu të nesër me në kështu me radhë. Po çka i mungon, çka është më urgjente që të veprohet në sankcionimin e problemeve, në zgjidhjen e problemeve, në ofrimin e projekteve të reja në atë lagje? Po Kodra e Trimov realisht ka nevojë për sen edhe më të voglin, po ka nevojë edhe për gjëra pak më madhore. Duke nis legalizimi i pronave në Kodrën e Trimov është shumë i rëndësishëm, se shumica e banorëve të lagjës nuk e kanë legalizimin e pronave, që ndikon edhe A mendon të shtëpive apo dhe të pronave, vetë pronave? Të pronave, se shtëpit ka që i kanë legalizuar shtëpit, po pronën nuk e ka. Kështu që është një punë shumë e madhe dhe është në premtim të Orhanit, edhe shpresoj që do të realizohet, nëse e kem fatin që Orhan Ismaili të jetë kryetari i Prishtinës, duke filluar tani edhe nga qend e Ndacak, ndriçimi i rrugëve, ka shumë gjëra. Kanalizimin e ujit këtu e keni në rregull? Nuk i kemi në rregull, ka shumë nevojë, ka pjesë që shumë është e nevojshme edhe kanalizimi, për shembull, është edhe kolektori që del prej shkollës Ilmi Rakovica deri në Shkallbaj, është tërësisht jashtë. Ka banorë aty që më kanë thonë që ka njëri që e ka ndërtu shtëpinë, edhe nuk ka mujt me jetu për era dhe o dalë me banesje. Shumë shpejt të intervenohet. Duhet me intervenu shumë shpejt. Gjëra shumë bazike. 26 vjetë po i bëjmë në liri. Po një plan urbanistik, më në fund, i detajuar për Kodrën e Trimave? Po legalizimi i pronave edhe planin urbanistik e bjen e hapë rrugën për planin urbanistik. Për zhvillim të asaj pjese. Na kemi edhe parkun të Jesh Mbeturinat, është një park ka kapacitet dikun mos gaboj edhe mbi 9 hektar, është shumë në nevojë që realisht të investohet në atë park, edhe pse Orhani ka dhënë si premtim, edhe do të realizohet. Në Kodrën e Trimave Orhan Ismaili i ka dhënë bazike 22 milion euro gjatë 4 viteve. 22 milion euro investime. Sepse edhe gjitha aktivitetet që ndodhen zhvillohen në shkollën Ozen El Hajdini o në Asim Vokshi.
Ka nevojë ajo pjesë për ndonjë sallë sportive, për ndonjë shtëpi kulture, për ndonjë qendër? Gjithmonë ka nevojë edhe janë prioritet që do të bëhet një qendër sportive, gjysmë olimpike, në Kodrin e Trimave, një shkollë e mesme, që shumë ka nevojë edhe ajo pjesë. Ka shumë gjëra që kemi në plan program, nëse fiton Partia Demokratike, që kanë më realizuar për Kodrin e Trimave. Mirë, sa keni përgatitur terrenin, apo mendoni me fitu? Po shpresojmë që është rrodha e... A jeni rritë si PDK në Prishtinë? Shumë. Unë kom kandiduar edhe para 4 vite. Shumë, a keni bën numra, se Para shumë, 4 vite, po thoni të gjithë. Para 4 vite edhe vetë kom kandiduar dhe di disponimin çush ka qenë para 4 vite dhe çush është disponimi tash. Tash është një disponim krejt tjetër, edhe e shoh që është e pashmangshme fitoria. A do t'jesh ai që do t'jesh edhe zëri i bizneseve? Ju vetë jeni një biznes shumë i suksesshëm i asaj pjese, po që kish me konvergu me kërkesat e bizneseve të tjera, sepse atë bizneset nëse nuk do ta kenë mbështetjen e duhur, do t'ikun prej asaj pjese. Po gjithmonë duke pas parasysh që bizneset e mojnë edhe komunën e shtetin, gjithmonë duhet me pas përparësi bizneset, edhe do t'jem zëri edhe bizneseve. Kështu që në komunë ka shumë nevojë për me investu edhe në infrastrukturë bizneseve. Pikrisht, nga përvoja juaj si biznismen, a do t'ju ndihmoj kjo në menaxhimin e komunës edhe në ofrimin e ideve konkrete për zhvillim, në bashkëpunim me bizneset? Po normal, kur ka lehtësira edhe prej komunës, për shembull, dhe bëhet infrastruktura për biznese, ka shumë, domethënë ka shumë të ardhur dhe shumë interes edhe komuna vetë dhe komuniteti. Ne kemi edhe është parku i biznesit në atë pjesë nalt, realisht mund të më shfrytëzu edhe për biznese dhe ka potenciale ajo pjesa jonë shumë për më zhvillu edhe bizneset edhe gjithçka. Në aspektin kulturor, se si drejtor i ansamblit Bajram Curri, keni udhëhequr 10 projekte me shumë suksese a konsideroni se edhe ky segment do të jetë shumë i rëndësishëm në projektet që pretendoni t'i shpalosni, qoftë si ansamblejist, po qoftë edhe si parti në komunë? Kulturore flas. Po pjesa kulturore, realisht pjesa e trashëgimisë kulturore në komunën e Prishtinës, thuaj se është e vdekne. E vetmi ansambli Bajram Curri është një aset që dhe kena arrit me fut në mbrojtje si aset i mbrojtje trashëgimisë kulturore shpirtërore, ansamblin, me sa e di unë vetëm në aset e ka komuna e Prishtinës. Por nuk kem sallë edhe ku i mojmë provat. Është neglizhencë, unë nëse jam aty edhe si asamblest, unë do të ngres zërin për trashëgimi kulturore, se është pjesa më e vështirë për më mbijetuar. A ndikojnë arti dhe kultura në zhvillim lokal të një qyteti? Po shumë e vërtet. Edhe si ndikojnë ato? Shumë e vërtet se edhe arti dhe kultura, trashëgimia kulturore ndikon edhe në jetën e përditshme të njerit. Mos pari duhet me ditë ka ke ardhur dhe kush je. Trashëgimia kulturore është një fakt që tregon edhe kush ke qenë, ka ke ardhur dhe është shumë e vlefshme. Jemi den baba den shqiptar, Pellazgo i lirë shqiptar. Jeni një tregim shumë i mirë në botën edhe të kulturës, dikur edhe vetë i kera qiftelisa, po? Po. Vazhdon me i ra? Jo, tash nuk i këm ra. Jo aty, flas të shtëpia, të qef do një herë. Apo kanë harru me dëgju? Kam harru, edhe nuk e kam përdorur moti. Për shkak të obligimeve? Për shkak të obligimeve, normal ensemble, pak me biznes edhe ngarkesë po është. Ngarkesa dhe biznesi. Edhe biznes. Po jeni një model i mirë i tregimit të njeriut artistik, të njeriut me aktivitet artistik, në kulturë, po edhe biznismen i suksesshëm, me një biznes familjar shumë të realizuar edhe kush ju ka përkrah më shumë të gjatë rrugtimit tuaj jetësor? Po familja, në pikë pare. Të gjithë? Po. Sfishtat, Sfishtat. Numër i madh kështu? Vëllezërit, se bashkë me vllahun jam bashkëpronar, falenderoj, ai më përkrah dhe realisht edhe në këtë garën politike që jem hyrë në mos me pas përkrahjen e vllahut, nuk mundi me vllahut e sfishtat se jeni shumë. Po sfishtat. Me bë me majt një koncert, me i thirr sfishtat një 5-600 boni. Bon. Që ku janë votat? Çfarë është? Se kodja kemi shtruar në nivel edhe lokal edhe egocentrist edhe këtë çështjen e votimit.
realisht pse duhet me të votu shqiptarët për asamblejës në komunën e Prishtinës? Po, mendoj që duhet me votu se jam një njeri që e një çka është puna, çka është me bon një projekt, çka është me angazhu për qytetarin, për rinin, kështu që më mërmenja që këtu që i thash, unë i zotroj edhe doja dalë mbarë. Zonja dhe fëmijët çfarë të kanë thënë kur ju ke thënë se don mi u fut kësaj rruge? Po kam për krajen e fuqishme, edhe të bashkëshortës, edhe të fëmijëve, të vajzave. Çfarë ka thonë doktoresha? Doktoresha më e re tani. Doktoresha edhe doktoreshës e kam për krajen, edhe gjithçka është në rregull. Se e ke përkrah shumë. Të gjithë fëmijët po me shumë dashuri që të realizohet si doktoresh dhe kjo është bukur. Është kënaqësinë em. A nuk tha, o bab, lek të gjë, biznesin e ke shumë mirë, unë u bona doktoresh tani realizove disa nga dëshirat kryesore dhe mos ju fut kësaj gjëja, apo jo? Po, që është kënaqësi shumë e madhe, vajzat që i kam përkrahse shumë, më dy vajzat, se dy vajzat i kam martuara, e dyta më ka bo gjësh, ma ka dhënë e këtë e dytit, po shumë kënaqësi e madhe se dyat kanë mësu shumë, edhe djemt i kam pak më të vogël, djalin e dytë e kam, domethënë djalin e tretë i vjen, e kam në shkollë të mesme, vitin e fundit, djalin e vogël e kam fillore, kështu që është kënaqësi kur mësojnë fëmija, sidomos vajzat, është kënaqësi. Kënaqësi, zonja si quhet? Kosovare. Kosovare? Po. Zonja juaj? Po. Hajde Kosovare, ke këndu sigurisht. A ja ke këndu këtë kam Po kërë normal se me çashtu dashur edhe me mashtru pak. Dhe e fëmijët? Fëmin Laureta, Leona, Dioni dhe Ajani. Arsim Sisa, për mua jeni model që njerëzit do të votojnë. Po kur ta votojnë, kanë me votu? Kur ta votojnë, Numrin? kanë me votu Arsim Sfishta, numër 51 dhe Orhan Ismaili 99. 99. Po. Do më thonë, Orhan Ismaili është nishi, partia 99. 99. Po mos harroni Arsim Sfishtën me numër 51. Nëse doni që absolutisht kërkesat tuaja ta kenë adresën e duhur në asamblen e komunës së Prishtinës. Sa qeveria? Fuqia e komunës Prishtinës? Gati sa qeveria? Shumë e vërtet. Komuna e Prishtinës ka potencial shumë madh, gati sa gjysa e Kosovës. Këto duhet me punu, me shku njerëz që e njohin edhe dojnë punën, marrë që arrijnë shumë. Mendon ata që din duan edhe gjithmonë ja dalin, Du mi marrë një shembull, është për të habitur është tregu i Gjelbert. Sa ka 100 metra, ka afër komunën. Është të merri Zotit me shku atë. Po thojnë me shti aty në... Po, unë nuk e di çka thojnë, që 26 vite pas lufte, është të merë, është turp, vinë vizitorë të huaj. Edhe na shohin. Edhe, po, kur e shohin atë të merë, unë me full drejten, shumë rrallë mbjen me shku aty. Po në qoftë se jam asamblejist, shumë shpesh ku me vizitu. Cili është mesazhi jot në fund të kësaj interviste tonë këtu në se ju kam disa si një konglomerat, si një mozaik i përfaqësuesve të partive të ndryshme, edhe qëllime edhe synime të gjitha për të mirën e vendit. Mesazhi im është dilni votoni për ata që mendoni që punon për ju dhe që nuk ju zgjenin. Dhe mos e harroni numrin 51. Numrin 51 gjithçish. Tek numri partisë me 199. Mendoj që e meritoj. Me numër 1 Orhan Ismaili. Pse mendon që Orhani duhet me qenë? Po Orhani, që thamë edhe më herët, e ka tregu veten në shëndetësi dhe nuk besoj që kurse se e qet më poshtë veten në komunë. Në këtë rast. Po e kam dëgjuar, i ka thonë, nëse nuk e bëj mirë, mos më zgjidhni më, po ashtu. Edhe unë po e them të njëjtën. Unë për vete nuk isha lyp vot, në qoftë se isha koni pa bërgjeqëm gjatë atyre 4 viteve ndaj qytetarët. Arsim Sfishta, ishte kënaqësi që t'kisha mësafir. Me respekt. Suksese
Me datën 13 le të dalim në 12. A rezultatën e konfirmuar asamblejës në komunën e Prishtinës. Faleminderit shumë. Roma, po më pardon këtë. Të dyja pjavlu kanë Çka janë këto? kanë Bion? Bion. Nga fabrika e lëngjeve Bion, Bio. pjesë e korporatës Besimi Komerc. 100% natyral, 0% sheqer të shtuar. E garantuar mere bob, se ke u plonjët. Edhe? Më nësh mu dehidru, këta më fushot shakanis me premtu. Po, edhe të marrin këtë. E gjinë në Gjermani, në Zvicër, në Suedi, Ka shku në vërtet, Kosovë. a? O, ka shku, besimi e shetë në Kosovë, besimi në Zvicër. Jo. 2 besima kryojnë besim, e zbioni për pora. Të lutem, Li, bob, që e për ma vullë. Kapitalistë të pjani. O, këteva shkova të shpia. Ej, po ta pas ka dhez motorin ky Bioni. O, bob, nga ma bob, 100%, natural, jëm bia. Nga më najmë, jëm hitë e shpia. Edhe? Kom të krejt lëq. Po. Bia të shishtri e këshin shu televizorin kup qilës. Tha, shka u bu, hajde vla se pe qesin ma halën tu në televizor. O, bob, nuk e njefsha ma halën tem. E këshin gjiru me drën. Ne kemi investuar në këtë logje. Zdisha, bob, a mi besu qizmëv këtë lëq, a mi besu drunit atymve. Diska po. Në që të kemi besu. Po shu e qika, që të me një kanal tjetër e kanë qitë tjetërën. Kur janë një sinjoni, do t'jem zëri juaj. Hynë unë, 4 vjetë të konë komunë kërkush zonin se ka një, aj do t'jem zëri juaj. Po mësu tashi. Qup! Që janë një kësha rrugë zgjidh. Ja ku morë bia vdiketron, një javë shuma televizorit, thash a letë zënaj kush këtë shpi, edhe shka jashtë e lidhe që janë kur im këthim rena. O, mos larë zoti pa bia. Që? Ajo shpi që nuk ka bia, nuk ka shiret. A ka ishin O, ishin shtri bashkë 8-5. E këshin morë një librës, i këshin hy për mi asaj librës. Ledzë njëna një vjersh këtë 4 e ngëshin. Njëna e ledzë ke një vjersh këtë 4 e ngëshin. Kur erë të feta tha kjo është liber me poezi. Tha e ka shkru Reja Mirijës. Në në qipër në të shokë në shumë shkryqë. Edhe bijat. Po bijat e dishin e ledzeshin, ja ka shkru Reja Mirijës, ja ka shkru Reja Naimit. Jo Reja Mirijës, jo Reja Naimit. Thash stëp. Nalëni. E ka shkru Tringa. Normalën e, ajo ka identitet. Po thash ju ka zënë ma kini marifet. Kur të dikush nalën e dëni më nalë. Unalën, a em. Edhe, si janë të librës, i veç ja ku morë librën, ja ku më dhejës televizorin. Tringa në televizor. A di që shbëjtje? Kështu që, ne nuk të bëjmë dasëm, a i dha pse se dasëm nuk të bëjmë, se dishti më duke si kur e përsëritur të them të drejten. Bia që kanë ti. Ja, pas kanë kallërin zhjën, së me tërë kanë dasë. A fjeta e mesme. Ka, o vla, po full ka gramatik ma mirë se na govci. Normal të është full se ka lezu. 3 vjetë ka lezu për me për një liber. 3 vjetë s'kom vëgë të na e më shemjot moja. Edhe një bia jemi e mesme. Hajtë se vjerë vetja ka bu. E ka mësu se e kenia që shtë të njojme. Për ne, për ju, për të gjithë. Fleni mirë, në rëni bukur. Ta ka në shtru për shtirë, s'ka me full atë. Atje? Po thash kjo shkon pak me t'leme, nuk shkon veç me t'leme. Se dhe mu të tash t'i lezejshë pra të poezit, a vlo, po t'ka lezej drejt. Këtë poezi ku më lezu, se kur s'ka lezu një beju, nëse ka një është kështë rrafshë ka pos. Tha, ma shumë më lezu, thesha, na për poezi më spegjoj rasesht recetën e kremave të mirije. Miria të arrën kremë receptin. Arrën Naimin në report të më tyst arrën kremë. Po dhe më arru receptin e din ljura. A o që shte Naim. Edhe Naim. Pa qëfar të arru me Naim. Edhe tash më se bo marak. Se mirien nuk është e regullu bash shumë ftyrën veç krema.
Po edhe burri vetë e bën me dashuri. Ajo, lutëm. Ta shekollë librën, Ha, lexo libra. Poezi. A keni me librën me vete? A keni librën me vete? Po, që të Ja, ku mora t'je bija, ta kumpru e A, po! Kemi kaluar në një moment tjetër. Në Skaroni e kam thënë që në fillim se në këto javë jemi në fest. Kur kemi zgjedhje, kemi fest. Sigurisht që oponencat kundërshtojnë njëri tjetrin, po në realitet të gjithë janë në fest. Që është më e bukura, të gjithë këta pretendent për asamblejës në kuvendet komunale prej nga do që vinë, ofrojnë veten e tyre për gjën më të bukur ndaj atë dheut, në shërbim të atë dheut. Një i tillë vjen në vazhdim, i cili e ka thënë dhe e ka bërë edhe në vitet e kaluara një gjë të këtill, gjithmonë në shërbim të atë dheut, të vendit ku jeton, me shpresën për ditë më të mira. Zonë e Zotëri, për ju, për ne, për të gjithë, Zotëri Nexhmi Muqiqi. Hajde në një sejë. Në një zerve. Si e buri dheut. Mirë, familje. Jemi mësu gjithmonë të jemi bashkë këtu për qamërin. Po. Për plagën tonë të përbashkët të gjithë shqiptarve. Po sonte jena me një sebeb tjetër. Pak ma special. Mirë se erdhe. Faleminderit. Kush është Nexhmi Muqiqi? Luftëtar, biznesmen, politikan, aktivist kombëtar? Nexhmi Muqiqi është një qytetar i thjeshtë i Republikës Kosovës, që u mundu të tanë jetën tashmë 56 vite, duke dhënë kontributin e tij në çështjen kombëtare, por edhe në biznes, në ruajtjen e trashëgimisë kulturore shqiptare, dhe tash më në fund erdhi edhe radha që unë të kthehem në fshatin tim në Llapashtis, në komunën e Budjevës, dhe u rritën fëmija, tash pak mas si pension, dhe mu duk shumë interesante që të dalë edhe si kandidat për asamblejën në komunën e Budjevës. Si pjesëtari UÇK-s ke ardhur nga perëndimi në luftë, apo? Po patjetër, në 88. Pastaj, në cilin vit fillove këta aktivitetin për qamërinë, në shoqatën Qamëria? 2016. 2016, po. Goxha keni masivizu deri. Ishte interesant 2016 na kur komisioneri Han i asaj kohe të Bashkimit Evropian e dha një mesazh të fortë që krahas detit, pra problemit të detit mes Greqisë dhe Shqipërisë, të diskutohet edhe çështja çame dhe neve na dha një sinjal që edhe ne duhet të bëjmë diçka. Ju njiheni si veprimtari çështjes kombëtare. Sa ka ndikuar kjo përvojë në angazhimin tuaj politik sot? Me siguri është një përvojë e jashtëzakonshme, sepse kur kalon njëri shumë vite në këtë periudhë, tashmë është pak më e lehtë, sepse unë e di sa kemi vujt, sa kemi hik, dhe tash po më shtyn ajo që edhe sot në këto vite mos më najt rahat. Cilat janë vlerat kryesore, shoqërore, kombëtare që dëshironi të reflektoni në punën tuaj si përfaqësues i qytetarëve të Budjevës? Ne si shoqëni duhet të jemi pak të vetëdijshëm se çka po bëjmë me këtë shtet që mezi e bam, thojnë të vjetrit. Pra, mu po më pengojnë pikësfari politika çorientuese të shtetit të Kosovës, pra disa politika tashmë të fundit çorientuese dhe për mu as pak kombëtare, pra po i thoj njerëzve me 4 vjet shkollë, eja ti këtu se ti je shumë i rëndësishëm, vetëm këta ty të kanë lënë anash. Jo vrena im. Nuk është i rëndësishëm në njeri nëse nuk është i shkolluar, nëse nuk ka përvojë në këtë punë. Pra nuk mundesh institucionet me i përfaqësu nëse nuk i shkollë. Pra çdo njeri duhet të jetë në vendin e vetë, unë vi prej biznesit dhe unë besoj që komunës e Budjevës mund t'i dha ide, mund t'i dha një shpresë se si bëhet biznesi edhe i vogël edhe i mesëm edhe në komunën tonë, pse t'jetë Budjeva aq larg. A keni në mendjen tuaj projekte të menduara që nesër do t'i vënin në jetë, që do t'ia propozoni partisë tuaj, në këtë rast Partisë Demokratike, që ti në rast se do t'jetë fitueset që t'i vënë në jetë në komunën e Budjevës, që janë tepër të rëndësishme gjëra që ti ke detektuar? Me siguri që komuna jonë si komunë e vogël, relativisht e vogël në Republikën e Kosovës, si hapësiri në gati më e madhja, apo më e madhja më duket? Po, me siguri, po ka mundësi për mikro bizneset, pra për bizneset mikro, për bizneset treja, për bizneset mesme, ka hapësirë sa të dojmë. Vetëm ne duhet ta mobilizojmë, ta orientojmë rinin tonë që po na ikë, që të jetë, pra du të adhom një shpresë që
për t'i vlen këtu me punu ma shumë se në perëndim. Dhe unë si vi prej perëndimit, pra kam jetu gati 17 vite atje dhe unë e di se sa vështirë është atje, pra është shumë ma letë se në Kosovë që të fitohet ma shumë se atje. Cilat mendoni si janë sfidat më të mëdha që i përballon komuna e Podijevës? Sfidat e qytetarëve janë për shembull, unë si qytetar shteti detyrohet të ma bjen rrugën, të ma bjen ndriçimin, të ma bje ujtë e pijes, të ma bje qerdhen, të ma bje kanalizimet, rrugët. Ne ende në shekullin 21 flasëm për rrugë, për ndriçim, për kanalizim. Është absurd. Këto duhet mu krye nere për gjithmonë. Nuk janë krye akoma? Jo, nuk janë krye. 30% është. Zhvillim i qëndrueshëm është njëri prej synimeve tuaja në bisedat që i kemi pasur dhe që i kemi ndonjëherë. Si e shihni konkretisht këtë zhvillim në fushën e ekonomisë lokale? Ekonomia lokale. Ku janë pikat, segmentet ku do të zhvillohej Podijeva në nivel të ekonomisë lokale? E para duhet të jepet krah shteti, pra komuna duhet të sensibilizoj masën, duhet ta bën një zyre të veçantë për këtë problem jetik. Pra një zyre që qytetari çdo ditë mundet me hyrë dhe mu informu se çka mundet ai me bë në branshën e vet, për ato çka është profesioni i tij. Pra këtë nuk e ka, jo vetëm komuna jonë, unë besoj që as në komunë në Podijevë nuk e ka një pikë referencë ku qytetari don mu vedisu, don mu pambarsu, me punu biznes, edhe kur kush në botë nuk mund jep një ide apo një përkrahje ose një udhëzim se si bëhet biznesi. Ju kandidoni në logon e Partisë Demokratike të Kosovës. Të thëmë si do të vazhdoni traditën e rezultateve të kësaj partie në komunë, ju s'keni qenë fitues asnjëherë atje. Unë jam në Partinë Demokratike të Kosovës dhe aty jam shumë me krenari, sepse jam i bindur që Partia Demokratike e Kosovës është antiplumbi i Republikës Kosovës. Antiplumbi? A keni program tëndin personal, apo tash e ki të ingranuar në kuadër partisë, të listës tuaj? Me siguri që kandidati jonë zoti Isak Shabani ka programin e vetë partijak dhe që kandidon për kryetar komune, por edhe unë e kam bani një fletush që po mundohem me njerëz. Është interesant, po mpresin milla pjantë. Unë derit sot jem taku dikun me 8.000 qytetarë. Që ti mas luftës në Prishtinë? Po tash ajo mu pak ajo pengesa se njerëzit nuk pënjo mirë. Pra 25 vite këtu të punu dhe kam arrit me 8.000, deri tashmo me 8.000 qytetarë dhe po mundohem të artikulojmë problemet qartë, të flasim shtruhet se a ka mundësi që ky projekt mu bu? Ajo. Po ta dhoni shembull. Mu po më thojnë pse në Xhmin nuk po premton me mashtru rrugën para derës shtëpisë. Është e pamundur, është absurde. Po ata po premtojnë, po pse sa kanë bërë 26 vjet? Pra nuk bëhet. Po flasëm me njerëz, me qytetarë se çka është e mundshme. Mundësitë e buxhetit komunal janë të vogla, pra çka mund bëjmë me pak parë me bëxhana të mëdha. Sa shkon buxheti i komunës? Dikon 33 milion, 34 milion vjet. 3 milion, po. Tashi, me që jeni ai që pretendoni të jeni njëri prej autorëve edhe kreatorëve të veprave të mëdha, të mira, e jo të premtimeve të mëdha. A keni një projekt konkret që do të dëshiroje të realizonit si parti fituese në këtë rast, sa po të hyni në kuvendin komunal? Për shembull, unë kam prioritet ujtë e pijes në të dy llobashtisat, po flasëm për një llobashticë që ja ka në zonën Krejt Bota. Unë besoj që llobashticës ja ka një zonën Krejt Bota. Dhe të dy llobashticat si fshatrat më të mëdha në komunën e Podijevës nuk kanë ujë pijes. A nuk kanë ujë pijes? Nuk kanë ujë pijes. Me çka? Me puse me? Po ne duhet mësohemi që mos pi më ujë pe bunari. Pra ne duhet me pi ujë të pastër. Duhet me pi ujë të filtruar. Dhe ne kemi bënë një fizibilitet në një pronë në afër fshatit llobashticë, ku aty në hapësi dikun në 60 metra poshtë është një bazen i tërë, një ujë i pijes, pra një ujë shumë kvalitativ që mundet njeri me pak filtra ta bën ujë të pijes. Dhe unë e kam ëndër ato që ta bëjmë. Ndoshta pse jo edhe një fabrikë të ujit aty që përveç qytetarë që të furnizohen me ujë, ta bëjmë edhe një fabrikë ku mund të shitet ujë, sepse sot edhe verës del ujë prej vetvetiu del prej kodrës. Pra ne duhet të shohim aty çka ka më shumë, sepse përfaqësimi ka mungu, jo që du të tjerat me i marrë për gojë, por
Puna asemblejisit nuk është me antarësu Kosovën në Bashkimin Evropian. Pra, me marrë kërkesat e qytetarëve, me adresu në komunë, por nëse nuk i bën ai kryetar që bëhet, mundet asamblejisi me i thirë të gjithë votuesve vetë dhe me janë zonë derën kryetarit. Pra çto mu e bojnë? Po, absolutisht. Një lloj revolte, një lloj proteste, një lloj tregimi. Po, du të zonë qytetar. Unë u habitna kur mua ma tha kryetar aktual i komunës, më tha, unë nuk kam kërkesë që llavarshtisa s'ka ujtë pjesë. Pra, kjo është edhe pak qytetarët vetë duhet t'i bojnë kërkesë. Sa mirë e ke thonë, do të thotë mirë është kur fillojnë, sa po të kryhet, që të zgjidhen, ju ansamblejistët e mundshëm, po dhe kryetarët të gjithë me punu natë e ditë. Po pra. Oponenca është oponencë, na japin mendime të ndryshme, diversitet mendimesh, projektesh e të gjitha, por le të zhvillohet veni. Ky llapi që s'dorëzohet kur, s'u dorëzu para kërkujt, hiç asnjëherë. Që nga Pellazgia, Iliria, kështu, që e ka rujt gjuhën, e ka rujt krenarinë e lapit. Duke qenë në kufi, pikrisht më e vështira. A mendon se modeli juaj i biznesit, që është modeli mirë, për vitet të tëra, do më thonë, 26 vjetë mas lufte ju vazhdoni me sukses, me shumë punëtor, me taksa që i paguni shtetit, do tjetë modeli mirë edhe për komunën, si një model për zhvillim të mëtutjeshëm, për hapje mundësish edhe pistash për bizneset vogla. A mendon edhe vetë me kthy pak pjesë nga biznesi juaj atje? Është interesant që dikush po konkuron që nuk është i mbarë, nuk është hipotek e askojt. Pra, unë çfarë nevoje kam për kryetarin, apo për kryetarin e kuvendit atje, apo për kryetarin e partisë. Pra, unë jam plotësisht i pambarën, me siguri në llogën e PDK-s, por jam i pambarën, pra unë jam i deleguar i qytetarëve. Nuk vorë shpejt asoj rrogë që kemi marrë dhe në mini korrupsioni që bëhet atje. Me sen se jemi të rroga, unë ja kom premtu fshatit tim 4 vjetë rrogën, ata du të hapin një shoqat apo një organizat dhe 4 vite të plota rroga ime do të shkon, do të kthehet prapë te fshati. Tek qytetarin. Po. Çka kanë thonë familja për këtë qasje, për këtë synim edhe vendim për me hyrë politik? Me thonë drejtën familja më thanë, po pse më rëbur, pusha tash mirë, e ke nres një kasoll, atje në fshat, rri pusha, po unë jam i rriq, mu të këtëm qëtë në asfalt, unë pramë thera. Në politik i përhershëm, a me korespondence me ndonë? I përhershëm. I përhershëm. I përhershëm, po. Dhe zonja, qëfar të ka thonë? Zonja më ka... Se nëse dikush ka hjek me ty është zonja? Po, zonja më ka thonë, te di ma mirë. A te di ma mirë? Familja jote përbëhet prej zonjes edhe? 2 djemë edhe një vajzë. 2 djemë e një vajzë. Shqiptarë që kështu tamam i... Po, tamam. Zonja si e ka emrin? Shukri, Shukrone. Shukrone. Djemt? Andi dhe Pascal. Vajza? Edhe Anila. Anila. Me babën në Gjmi Muqishin. Po, tjetë. Si një model shumë i mirë, edhe familjar, edhe biznesor, edhe si një aktivist, unë jo më kotë ju thash, që barem të gjithë ju njohin edhe ju njohim, si edhe luftetar, edhe biznesmen, edhe aktivist kombëtar, mendoj që shqiptarët do të votojnë, po nëse të votojnë, qysh do të me gjetë atje? Në gjëmë që kandidan në llogën e Partisë Demokratike me numër 191 dhe numërin 8. Numëri 8. Ose e ka lojnë, ose e fiton. Edhe Isak Shabani më shnarë. Isak Shabani 191 partijës. Një njeri me shumë tregime brenda për brenda në veprimtarinë e vetë, njeriu më i afërt i thjesht Izael Paezitit. Ka historik njeri. A ka aktivitet? Me siguri që është i jashtëzakonshëm, unë e kam mekë dhe flasëm edhe shumë personale me ta, pra kur ai njeri fillon ti tregon vujtjet e tina, nuk e di se ku e merr gjithë atë energji ende me shenë dhe aq aktive me shumë energji. Si duket ai mua ka thonë personalisht që është betu në qeli të burgjeve sërbe që nëse dali gjallë këmë i kontribu këti veni dhe në frymën e fundit dhe po e bën. Idealistët e bëjnë edhe kanë bërë gjithë. Andaj absolutisht mos harroni nën siglën e PDK-s në listën e Isak Shabanit, me numër 8. A go xhamir? Në 10-ën e parë. Po ma të mben. Në 11-ën ose këmbo, këna aktualë më në 11-ën e parë, ne të urojmë shëndet mirë, suksese edhe punë të mbarë. Do të ishte bukur të zgjedhni njerëzit sepse vërtet
Je njeriu që nuk do t'i kërkosh asgjë, po do t'i japish krejt brenda mundësive tënde, krejt atë çka mundesh. Unë t'ju falenderoj shumë për mundësi. Faleminderit shumë, shef. Ajo është Amerika? Kështë pak i gojen. Ja, mirë është, me përgoj që të njofë, nuk kam pike, po do të miru se na imi s'këri. A që kemi do më verë vogën për vëmë mua? Ka ta dhe- A që ka problem, në tani? Kur e orë për Amerike? Jo marë që një javë. Valloj, shpesh po shkën? Po, valla. E, more që qanë, ma shumë për dje me flajt vetë se vetë i dyti. Ku, shkam ka ndodhë me Naimin. E se dini jo? Kë nuk e ka ditë hitë që Që atje... shape një që po thotë se dini jo. Me kom po flanë pro kur s'po jo mëna. Që shka i kom bo, Në Amerikë, e vërtet të e konë, unë s'im konë asë njëherë, Po. atje ishtë dritë, këtu ishtë terë. Edhe tash për me ngusë Naimin, unë e disha që ditën të jenë plash, del. Normal, del me shetit, me bledi, shka. Pe thiri kërë ki gru, tha, tash flaj, tha momit, tash për besëna, tha po pse, tash ka pe thire. Tha vishtere pa kamerë. E në zurë telefoni, ku jemi ri, tha që vëllën qytet të rezin plash, tash a pese. Vënja ka shofë, ka kjo ditë të terë. Që të fore ka hongër. Qebre që të në TikTok ka pak so punë më martë unajmë. Atë në TikTok gjithë TikTok e ka morë snopin e me farqike për fuli ka pak e lash të shadin e të Naimi që tu. E kelon këtu me Po, takim. e bona men që ade, kur të shetë ty pak me fond, me pas ka jara Naimin e... Lidhet puna. Na ma ne pak, me i rria na i fjallë pak të edhe, se valohi, unë ka pëlqy. Apo? Atë ka pëlqy? Që erë pasha zotë. Apo vjena? Erë. Ani, që unë përshkoj. Jo, qëtu. Je, Që të vreve, jo së më vynë që të rrë. Përshëndetje. Përshëndetje. Si e? A jemi e që shje. Unë jam aj se përzijet në TikTok atë Sine, a jemi? Unë jam aj që këna folë snap, se kjo është i martun. Se qerën e ko këtë i rikopën femër. A jemi? Mirë, falem. Krahat? Po mirë. Unë jam aj kalemi që e lam këtë mu taku atë që kemi folë snap. Po. Hera por, pak kam emocioni, po dridhna, po mirë është puna. Kështu që ti po më pëlqen mirë, koka, tash ka pa ta mërmenja për mu. A i për një kafe me dalë me pi? Jo, s'kena ku dhe ashtë. Ka dalë pa na, thoi po pim kafe. Po bojnë laf pak, pa tjetër, s'mundet. Apo të pëlqeja na i sena? Se di, nuk ke qashtë që shumë ke full për para. S'po një është mirë, na jem, zarë për isëm pasronë mina mas luftë, nuk po një mirë. Jo? Pak ma këmbrë. Nuk je qaj person që kemi full në snap. Qysh nuk je qaj? Kret tjetër po mdukësh. S'ka të full bërna... Aja, a kam snap na jem, një snap e kam. Qysh tjetër? Me filtera ndryshe e kone, maj bukur. Pa një dhe të s'ka ke bashkë qaqë, dhe aty po më dojle dhe me filterë, edhe na me shku jenë, a unë se shtu na jem. Bana, muna me full pak ma si anash. S'po të nimi, nuk për një vëna jem, Jo, s'po një të. A i të nimi? A jo, nuk për një jetë? Hitë që të një. Okej. A shkojnë pin kofe? Jo, s'po shkojna. Po këqyrëm një herë pe... se s'po më pëlqen. S'po të pëlqej, po të atë në snap thëshe po më pëlqen? Jo, nuk po më pëlqen. I kena da procedura, i këmi bona me këqyrë që po shkon procedura jetës tonë. Po që këtë që jam që të video që të këmë që qa jam, që? A jam qaj na jem, më shkëm ndryshu. I doke shi kezi, valla po mdoket. Valla po se kret tjetër më ka thonë, mas pari më ka thonë, ka i tjetër? I Lipjanit. Jo, nuk i Lipjanit, po i një shatit. I Mirenës. A ti po ka të zëna e ma? Jam falni me, që? Dojt i kam Miren. E ti më ke thonë jam i Lipjanit, ke dali i Mirenës. Pani dhe më se këqyrë fërë që djali mirë jam i shkollun, krejt më se këqyrë ka të ndalë. Hajde ato pe përputhi krejt, po më ke thonë që e kam Mercedesin t'i gallë dësh. Allah, ila ti po full na jem. Jo, vëllë. Po ata shko dhe pikqyrë një femnat tjerët apo pasonia s'këshyret, nëse të përqe djali e blejnë e kërë, ose ja marrë Naimit, ja paguj me rota, veç me së mlese... Ja, Naimit së nja merë. Qylla, ja, ka marrë në kere. Shka o ta blejnë e kërë, që di ka me hika me ta blejnë e kërë, me së mlesën të përqy. Hajde krejt edhe që ato pe përputhi. Po, du më të matë, sa metra je? Një 80, një 90, apo më thonë. Po ane, te këqyrëm. Një 90 cm. Sa i ke thonë? Një 90. Ja, ka dalë, që kërë të marrë në to. Metrën. Metrën dhe më të Jebre matë. metrët që saj madh jam, që? Një 90 jam na jem. Ja, nuk Qa i një se 90. ku s'ka hu, që? Ane që pe matëm, atë mate? Te përvoj ma janë që ato fjallë që më ke More bre thonë. gjenozja motët, nuk ba me motë njerë Ja, në ja. dorë. Du më të matë, kam qefi me të matë me të këqyra jetë, amam që shumë ke thonë.
Që shtë erë puna, qëre gjenerata re. Shka ishe mërë puna femna fiksim se je gjotë me të porën vetë. Ishe barak me shkujt maj. Jo në dhejt betë këmë thonë leje metrë me së matë. Ja, që për këqyre, ma bërë me matë? Po jo për të shka po tutna, po matë për më hajtë. Ja, që më së të... Te pushtë, po tutna ku vishë gjekë. Mojë ti qëtë, jena. Shtë shkili në impact që të në. Jo, si e, 1.88. Anë dhe për 2 centenë së motë nëmi? Jo, la për 2 centenë, po e lojnë aki punë. Shpet, për gjahet. Po zotin për 2 centenë për dhe me lonë më së më morë. Për 2 centenë për du me të lonë. Që se kom të lëqenë, këmë të tonë 1.99, të më du 1.88. 1 centenë për oka? Jo, 2. 2 centenë. 2 centenë, po 2 centenë për mlena, një 90 këmë po, për 2 centenë për mlena? Për që ata 2 centenë mu për ma... I vogël për duk, në? I vogël. Për dhe miria bre ko burin më të vogël për të përbot në. Nuk unë kam otë mirë najmë, nuk unë kam pëlqe që këven. Pse s'po të pëlqen? Dishkan do këtë nuk o rafsh. Ja, nuk është rafsh. A po pret pas pak dakika. A vjen që atje man ndrit, hajde mato më dhe herë, që nuk dalë man tani pepri shumë. Që nuk del edhe që atje tamam, unë e të sigur. Hajde. Jo që atje, ma mirë shkoni që atje, që atje ki marra. Ja, që kona e mos një farveni. Aj, ka, ku me ditë ku petë qanë kë? Që te metrën. Ka dole. Mate, a për të pëlqen. Mate, zgate, qëre. Na jem, shumë mirë ndresh puna. Tamam du. Ti ki fojet. Veni nuk ma ke bo raftë. Allah, unë ju mënu ma bregë si me mirin kur të kënuj, mënu ma naltë me dollë. Që të lehën me që venin se kje të më lopa ma shtu. A që ka që ke posë, ha? Që ka. A i që Allah të rinë posë. Ajde, falim njërës. A ti mi matë në i sen tjetër? Ju e matë, kaluar në momente promocionale. Ajo është miku ynë, është miku i Adeonit, është miku i këngës, miku i shqiptarve. Jeton e punon e vepron në Zvicër, por gjithmonë zemra e tërheq, shpirti e tërheq, e zëri i tij këndon shqip. Sonte vjen për të promovuar këngën e tij të re, për ju, për ne, për të gjithë, Meti Bërbatovsi. Hajde Meti. Mirë se erdhe. Si e Meti? Meti që ndrojnë këma për para se kemi ndryshimin më mirë. Mi se erdhe. Mi se ju gjeta, falimderit shumë për përkraje. Si e Meti? Mirë. Që kemi nga Zvicra? Vala, nga Zvicra krejtë mirat. Kur ke ardhë? Që 4 dit. A kanë zgjedhje ata një hera, po... Jo, ata i kanë kry. A një herë rahatja, një kanë kry, Një herë jena mirë, anena. Po që tash është bukur se një numëri madhi shqiptarve edhe po konkurojnë, besa dhe do po kalojnë, kjo bukur, ha? Po, normal, shqiptarët kam përparu, gjithë kënë. Bukur shumë. Sonte jemi këtu për të promovuar këngën tënde më të re. Po. Që e kanë bërë kush me ti? Besnik Zikolli. A, Besnik Zikolli! Dhe keni bashkëpunuar më herë, tekstin kush e ka shkru? Tekstin edhe komplet këtë kongë ka boaj, po pas kongës fundi që kom pas një sukses ko gjatë mirë me kongën Luj na fije, që është ndëgju atë shumë, thash sa është... Ka Lujti na fija, mirë, a? Lujti, shumë mirë ka Lujti na fija. O drove, për drove, heci e në... Tona, shtë që thash mos të la hekrin muftuft, te bëj edhe një. E kje quhet? Dridhe na fije, edhe kjo është. A shpej dridhe na fija. Bukur shumë. Vazhdon të merresh me atë punën tënde që ke pas shumë kreative me Mister. Me Mister me këto. Po ndëgjom unë gjithmonë veç e bëj për zgjedhjen. Pastaj të tjerë të vazhdojnë. A pastaj vazhdojnë të tjerë. Mbarin pjesë shqiptarët? Po. Shqiptarë që kanë lind atje. Jo ka shumë, sidomos si vjetë kena pas shumë. Ende s'kam pas fatin diçka me bo shumë të madhe, me fitu, po jena vyt. Po, se të është bërë një numër i madhe shqiptarë, është normal. Të gjitha segmentet kanë prosperu, kanë hecë, doktora, profesora, gjukat më duke si dhja ka, po jurista, avokat ka sa të dush. Sa dush. Po bukur shumë, bankier, kam përparu. Kompani të fuqishme. Ju jetonin në cilin qytet fix? Fribourg. Në qytetin që fletë frangjesht? Frangjesht. Sa va? Sa va bjetoa.
Très bien. Très bien, mais ça c'est bien. E po Meti, e ke bën klip apo do ta bësh apo? E kom përfundu dje klipin, kështu që do del këtu ditë. Këtu kom marrë me promovu, ju falenderoj shumë juve ne, që jeni gjithmonë për mu këto. Kështu që shpresoj Ne jemi bashkëpunëtor, në botën artistike jemi bashkëpunëtor. Normal. Pastaj je Miki Odeonit, Miki të Utës, i Vikit, i Mirijës, i Lorës, i imi e i të gjithve, kështu në... Falenderit shumë. Edhe besoj që sonte do të vallëzojmë. Do duar të rokasim? Po. Do ta dridhim. Do ta dridhim bashkë. Se bolle lojtëm. Bolle lojtëm. Unë të dëshiroj gjitha të mirat e botës, me botën e këngës, e të artit, e të jetës, edhe e bukura është se ta shishkoj me vim kur dojmë, shpejt, për një orë 20 minuta. Ta shpo një kafe, mu një marrë. Mu një marrë dhe ju. Na po vina, apo jo. Marrall. E promovojmë? Falenderit po. Skena për ty Meti Bërbatovci, dridhe na fije. Falenderit. Dridhe na fije panal, knaq më zemrën tije. Si tukat nona të ka, lumë për ty, mashallah. Dridhe na fije panal, knaq më zemrën tije. Si tukat nona të ka, lumë për ty, mashallah. Mashallah, mashallah, ty po të stojna valla. Je emir, lume që t'kina na. Mashallah, mashallah, ty po të stojna valla. Je emir, lume që t'kina na. Dridhe na fije panal, knaq më zemrën tije. Si tukat nona të ka, lumë për ty, mashallah. Dridhe na fije panal, knaq më zemrën tije. Si tukat nona të ka, lumë për ty, mashallah. Si dukat, te konona për marat. E një si rushe ambën shumë, te konona krit lokom. Si dukat, te konona për marat. E një si rushe ambën shumë, te konona krit lokom. Dridhe na fije panal, knaq më zemrën tije. Si tukat nona të ka, lumë për ty, mashallah. Dridhe na fije panal, knaq më zemrën tije. Si tukat nona të ka, lumë për ty, mashallah. Bravo! Në këtë ditë më shumë të freskët, kur e kemi shumë zimë se në nej, dhe pa në kohë Leora i thash, ta hoqa nuk të frinë morë. E për gjithë tëra, plani mirë, ndroni bukur, gjohuni në pache. Natën e mirë, miru pasin jam e tjetër.